Rreth 11 muaj më parë, kur Kuvendi i Kosovës të shtoi edhe në tentativën e tij të 28 për të zgjedhur presidentin e vendit, një komentues i ngjarjeve politike në Kosovë Berisha ka nëhitur, duke pyetur: "Sa vjeç është Albin Kurti?" Ai nënkuptonte edhe 22 përpjekje të tjera për të shkuar tek 50 vitet e kryeministrit të Kosovës. Fat që kemi vetëm 50 vjeç, tha analisti. Midis të hënës dhe të martës së 29 prillit, skadoi afati kushtetues për zgjedhjen e presidentit të ri në Kosovë. Me gjithë seancat intensive në kuvend, përpjekjeve politike nga të gjitha palët, por pas një pikë takimi, tërheqjes së disa kandidatëve dhe shpalljes së disa të tjerëve, nuk pati tym të bardhë. Përpasoj, nuk ka as president të ri brenda afatit të përcaktuar kushtetues. Tashmë, Albulena Haxhiut, e cila po bën detyrën e presidentit, duhet të shpall datën e zgjedhjeve të parakohshme në Kosovë, të dytat në më pak se 6 muaj. Kuvendi i Kosovës konsiderohet i shpërndar dhe zgjedhjet e reja duhet të zhvillohen brenda 48 ditëve, duke nisur nga dita e sotme. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duhet të përcaktojë sa më shpejt fondin për përgatitjen e këtyre zgjedhjeve. Zyrtarët të KQZ-s kanë folur për mungesë buxheti, duke krijuar një realarmi pa bazë. Pavarësisht kostove për një palë zgjedhje, që në total llogaritën 11 deri në 12 milion euro, Kosova ka një buxhet të deklaruar rreth 4 miliardë euro. Për ekspertët, çdo përgatitje zgjedhjesh ka kosto për buxhetin, por ajo është e përballueshme. Zgjedhjet përbëjnë afro 0,25 deri në 0,3% të buxhetit total. Këto shifra shërbejnë për të kuptuar që më shumë se financiarisht, zgjedhjet kanë më shumë rëndesë politike dhe ekonomike. Më herët, Kurti në detyrën e kreut të vetëvendosjes u dha afat deri të dielën e kaluar dy drejtuesve të partive opozitare, Bedri Hamzës së PDK-s dhe atij të LDK-s Lumira Abdigjiku, për të propozuar 3 emra për postin e presidentit. Ky afat kaloi pa asnjë emër të propozuar. Edhe në orët e mbetura deri tek afati kushtetues, ndryshe nga disa pritshmëri të vakta, politika në Kosovë prodhoi një vrim në ujë. Vendi nuk doli dot nga udhëkryqi i rrezikshëm edhe për këtë. Askush nuk përjashtohet nga faji. As Kurti si kreu i qeverisë i vetëvendosjes, as opozita politike që bllokimet e njëpasnjëshme që provokon i konsideron normale. Çështja e presidentit në Kosovë nuk është thjesht e vetëm problem procedural. Në thelb, është thellësisht politik dhe strukturor. Formalisht jemi përballë dështimit të politikës për të zgjedhur kreun e Kosovës brenda afateve kushtetuese. Thelbësisht, kemi një përplasje të fortë mes mënyrës si funksionon sistemi institucional dhe se si sillen aktorët politik brenda këtij sistemi. Mungesa e kompromisit është përgjegjësia e përbashkët e të gjithë liderëve në Kosovë, qofshin në pushtet apo në opozitë. Në vend të tij, prodhojnë krizë pas krize, duke treguar pa pikë probleme mungesë përgjegjshmërie dhe leadershipi pa guxim për të marrë vendime. Aq të pandjeshëm janë sa dështimin, mungesën e përgjegjësisë së përbashkët, humbjen e vullnetit dhe dëshirës për të gjetur zgjidhje politike e kanë kthyer në normë. Frika është se ky shtrat anormal mund të bëhet strej jo vetëm për çështjet aktuale të presidentit, por në të ardhmen edhe për të tjera çështje të rëndësishme për Kosovën. Kushtetuta e Kosovës e parashikon qartë që presidenti zgjidhet nga kuvendi me shumicë të cilësuar në raundet e para. Në praktik, ky parashikim e detyron majorancën të kërkojë konsensus me opozitën, por në një sistem si i Kosovës, ku partitë janë të fragmentuara pa strategji të qarta e ku marrëdhëniet mes tyre janë shpesh të tensionuara, ky mekanizëm që në teori synon bashkëpunim, në praktik shndrohet në mjet bllokimi. Por çfarë ndodhi në skenën politike të Kosovës? I pari i qeverisë dhe i lëvizjes fituese vetëvendosja Albin Kurti ndoshte një qasje, e cila në fillim u perceptua si përpjekje për të ruajtur kontrollin mbi procesin. Ai është hyrë procesin përpara me kandidatë të afërt me majorancën si Glauk Konjufca, sikurse pritej, kjo lëvizje u interpretua nga opozita si imponim, jo si ftesë për kompromis. Nga ana tjetër, presidentja Vjosa Osmani, e cila ishte drejt fundit të mandatit, ndërhyri në proces përmes shpërndarjes së kuvendit. Lëvizja e saj shumë debatuar u rrëzuan nga gjykata kushtetuese, e cila i tregoi kufit institucional të veprimit të presidentit edhe në kushte krize. E goditur nga gjykata më e madhe në vend, Vjosa Osmani e mbylli mandatin e saj për t'ia kaluar përkohësisht detyrën Albulena Haxhiut. Kështu, u krijon një situatë ndërmjetme ku shteti funksionon, por pa legjitimitet të plot politik. Megjithatë, ish presidenti Osmani, emri së cilës nuk arriti në kutitë e votimit në kuvend, doli nga hija. Sot shfrytëzoi krizën për të goditur Kurtin, i cili sipas të gjitha informacioneve ishte vetoja kryesore për rikthimin e Vjosës si presidente. Natë e rëndë për Kosovën, shkruan ajo, shoqëruar me një thirrje për të gjithë palët politike.
ka ardhur koha për dashni, apelon ish presidentja, e ardhmja së cilës në politik ka një pikpyetje të madhe. A do të përballet në zgjedhje ballë për ballë me armikun e saj politik Albin Kurtin, apo do të ketë një qasje më të butë në varësi të zhvillimeve politike? Ndryshe nga roli i presidentes, kur i duhet të ishte figurë neutrale, tani Vjosa nuk e ka më këtë kuror. Ajo erdhi në pushtet në një moment të veçantë politik, në aleancë të fortë me Albin Kurtin dhe lëvizjen vetëvendosje. Edhe pse gjatë mandatit ndërtoi një profil më institucional të balancuar në publik, opozita e shikonte si pjesë të njëjtit boshti politik. Duke rendur drejt zgjedhjeve të parakohshme, tani të gjithë duhet të ndryshojnë qëndrimin ndaj ish-presidentes, madje edhe vet ajo. Opozita po e konsideron si pjesë të saj me gjas, e vetmja që mund të përballet me Kurtin, me shkak të mbështetjes që kanë me vota. Vetëvendosja e Kurtit nuk e konsideron më brenda lëvizjes, ashtu si dhe vetë Vjosa e di këtë. Ajo nuk është pa peshë politike. Osmani ka disa avantazhe reale, një nivel të lartë besimi publik, krahasuar me shumë nga figurat politike në Kosovë, një profil ndërkombëtar të konsoliduar dhe një aftësi komunikimi përtej kufive partjak, ndryshe nga Kurti, që pavarësisht çdo argumenti që mund të shpalos ka krijuar një marrëdhënie dashuri dhe urrejtje me aleatin kryesor SBA. Gjithsesi, në çdo rrethan dhe kontekst, një përballje direkte mes Albinit dhe Vjosës do të ishte jo vetëm interesante. Le të rikthehemi rrjetës politike që vullosi krizën në vend. Lëvizja vetëvendosje si forca më e madhe politike nuk e pati votat e mjaftueshme për ta zgjedhur e vet me presidentin. Ajo matematik parlamentari dha opozitës rol vendimtar, për fat të keq, bllokues. Neni 86 i Kushtetutës së Kosovës parashikon një proces të qartë për zgjedhjen e presidentit të Republikës. Duhet të bëhet jo më vonë se 30 ditë para përfundimit të mandatit të presidentit aktual, dhe se zgjedhja bëhet me 2/3 e votave të gjithë deputetëve të kuvendit. Këtë proces, parti si Lidhja Demokratike apo Partia Demokratike zgjodhen ta bojkotojnë, sikurse vepruan edhe në seancat e fundit në kuvend. Ato kërkuan një kandidat konsensual dhe refuzuan çdo zgjedhje që u dukej si dominimi i majorancës. Për opozitën, munkesa e votës ishte një qëndrim në vetvete që synonte ta detyronte qeverinë për negociata në kushte të favorshme. Megjithatë, ishin të dobët edhe për negociata të tilla. Vetë opozita nuk tregoi unitet për një kandidat specifik. Edhe nëse majoranca do ta pranonte kompromisin, pyetja është: me cilën parti duhet bërë ky kompromis dhe për cilin kandidat? Kjo mbasi ishte arsyeja pse opozita preferoi qëndrimin në nivel parimor më shumë se sa në nivel emrash. Nga ana tjetër, qeveria lëvizi gradualisht nga një qasje më e fortë drejt një retorike kompromis. Ajo propozoi edhe skenar alternativ për fshirë ide për kandidat jo politik ose marrëveshje më të gjëra politike. Këto oferta u pritën me skepticizëm nga opozita. Si përherë arsyeja ishte një dhe e vetme: mungesa e besimit mes palëve. Në politikën e Kosovës, provoja e viteve të fundit ka krijuar një klim të rënduar, ku çdo ofertë interpretohet si manovër taktike dhe as pak si një hapje sinqert që synon zgjidhje. Bashkë për këtë arsye, negociatat intensive nuk prodhuan asnjë rezultat konkret. Mungesa e besimit edhe e përgjegjësisë politike ka shkuar aq larg sa dhe kur janë bërë hapa përpara, fjala bie si ideja që opozita të propozonte emra të pavarur. Kjo lëvizje u pasi përpjekje për të zhvendosur përgjegjësinë dhe jo për ta ndarë atë. Në këtë mënyrë ku secila palë shikon tjetrën si hileqare, procesi u bë ciklik. Çdo lëvizje njërës palë u interpretua si manovër nga pala tjetër. Mosbesimi ishte faktori më dominues thuajse në të gjitha negociatat politike. Pati më shumë qëndrime dhe lëvizje taktike se sa platforma të qarta dhe të formalizuara me emra përfundimtar. Palët qëndruan dhe po qëndrojnë stoike në llogarit e tyre, duke e bërë të pamundur tangon në skenën politike. Nëse deri para pak orësh Kosova ndodhej përpara disa skenarëve, tani ka vetëm një. Këto zgjedhje nuk pritet të gjejnë çelësin e suksesit, sepse nuk përjashtohet mundësia që kriza të thellohet më tej, se rezultati zgjedhor do të prodhojë përsëri një parlament me vota të fragmentarizuara. Me këtë skenar, Kosova rrezikon të hyjë në një cikël zgjedhjesh të përsëritura nga një anë dhe bllokata institucionale nga ana tjetër. Në një panoramë përmbledhëse më të thellë, kriza në Kosovë po shfaq modelin institucional të saj, sistemin e polarizuar dhe mungesën e theksuar të besimit. Ky mekanizëm prodhon vetëm bllokim. Palët politike nuk e shohin kompromisin si domosdoshmëri institucionale, por si humbje politike. Për këtë arsye, ata shpesh preferojnë krizën si mjet presioni. Ngërçi për presidentin në plan mikro dhe krizat në Kosovë në plan më të madh tregojnë sëmundje nga e cila vuan politika e Kosovës, mënyrën si po funksionon ajo. Pa ndryshuar logjikën e bashkëpunimit politik, çdo zgjidhje duhet të jetë e përkohshme, ndërsa krizat të përhershme.
Kosova nuk e ka as pak luksin të zvarris pafundësisht zgjidhjen e krizave të saj, kur rajoni dhe bota përballen me pasiguri. E as të vazhdojë si deri tani me legjitimitet të kontestuar me qeveri apo pa president, kur ajo duhet të përballet me agjendën e ngjeshur europiane dhe euroatlantike. Jo më kot, partnerët ndërkombëtar janë të prerë në qëndrimet e tyre. Mesazhi kryesor i Bashkimit Evropian është thuajse konstant. Kosova duhet të ketë institucione funksionale dhe të shmang bllokadat politike. Përfaqësuesit evropianë kërkojnë Kosovës që ky vit duhet të prodhojë progres konkret institucional dhe ekonomik, duke nënkuptuar qartë se krizat e përsëritura janë problem serioz për integrimin evropian. Stabiliteti institucional është kusht për fonde, reforma dhe avancim drejt statusit kandidat. Europa po i tregon Kosovës edhe karrotën e teleskopin. BE i ka hequr masat ndërshkuese ndaj Kosovës dhe ka zhbllokuar qindra milion euro ndihmë. Por nga ana tjetër, e ka bërë të qartë se përfitimi nga këto fonde dhe procesi i integrimit varet nga funksionimi normal i institucioneve dhe stabilitetit politik. Ndryshe nga Europa, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një qasje disi më ndryshe dhe më politike se burokratike. Pavarësisht se raportet me qeverinë Albin Kurtit janë ftohur vitet e fundit, Washingtoni vazhdon të jetë më pragmatik dhe më i fokusuar te një rezultat që sjell stabilitet për Kosovën dhe rajonin. Washingtoni nuk e oneps Rusinë dhe Serbinë që qeshin sa herë Kosova prodhon kriza. E thon shkurt dhe shqip, nga krizat si kjo aktualja nuk humbasin palët politike në Kosovë. As presidenti që do të zgjidhet dhe as kryeministri apo qeveria që janë në detyrë. Humbsja më e madhe do të jetë Kosova.